përpos që preferohet një pjesë të ndalet për vete, një për të varfër, madje është edhe e treta edhe për komshit. Për komshit të cilët mishi është e udhës mund do në 3 pjesë. Një pjesë për familje, një pjesë për të varfrit, po edhe një pjesë për komshit, e që për fat të keq sidomos këte ne kemi harrusën. Ne sot nuk e zbatojmë. Madje edhe ka keq kuptime, eventualisht nëse dikush e bën sot një hap të tillë, edhe e merr një pjesë të vogël të mishit edhe ja dërgon komshis vet, i cili fare s'ka nevojë. Po kjo është preferuar sepse Islami pra synon edhe kërkon nga ne që vërtet të lidhemi mes vetit, të afrohemi sa më shumë, pra ti forcojmë lidhjet, domethënë edhe fëmijësore, edhe familjare, farefisnore kështu me radhë, edhe prandaj edhe është e udhës. Në të kaluarën ka ndodh ajo familje që i ka dërguar komshiut, domethënë nga kurbani i saj. Edhe komshiu i ka dërguar prej kurbanit të tij. Është një lloj ndrrimi që ndoshta neve na duket nganjëherë pa kuptim, po ka pas kuptim edhe atë të thellë, sepse po them prap, pra duhet që të mbahen këto lidhje, edhe lidhja e domethënë forcimi i lidhjeve fëmijësore, familjare, farefisnore, vërtet është i domosdoshëm e që mendoj se kohëve të fundit për shkak edhe të dinamikës jetës, pak edhe për shkak të mbylljes, kisha me thonë, të familjeve, të njerëzve, për fat të keq që kjo na është zbej edhe ato bukur shumë.